Barazimi i bardh i Vllaznisë me Teutën për javën e 32 të superiores është komentuar në emisionin Emocionet e pasndeshjes, transmetuar mbrëmjen e së dielës në RTS Shkodra. Gazetari dhe komentatori i njohur sportiv Fatmir Refica është shfaqur kritik me lojën e kuqebluve. Kjo Vllazni nuk mban një sistem ndeshjesh të qartë, ndeshje pas ndeshje, siç e quajnë ndryshe të ruaj vazhdimsinë. Dhe e kisha këtë merak që pas asaj paraqitje të shkëlqyer, sidomos në pjesën e dytë me Ignatien, sot Vllaznia ishte as sa gjysma e asaj ndeshje që bëri në Rrogozhin. Të pakënaqur me lojën e Vllaznisë në këtë ndeshje janë shprehur edhe trajneri i futbollit Ardit Mani dhe komentatori sportiv Edmond Dibra. Atë mendim që kishim gjithë, domethënë pak zhgënjym, po thuaj se gjithë ishim dakord për penalltin. Edhe disa herë pa me bile edhe në video live që i jepte, por kjo është vendimi që jep arbitri dhe nuk mundesh me diskutu më gjatë. 4 javë kanë met. Kemi përballë dhe Dinamon me ndeshje vajtë e ardhje për gjysmëfinalen e Kupës së Shqipërisë. Pra nuk ka kohë më që Vllaznia të nënvlerësoj skuadrën. Ndeshja e rallës për Vllazninë është mbrëmjen e së mërkurës, duke pritur në Loroboriçi Dinamon në takimin e parë gjysmëfinal të Kupës së Shqipërisë dhe më pas Sultan në Ballsh përballë Bylis për ndeshjen e javës së 33 të superiores.